Bexhet Paçolli midis të tjerëve këtë tender për 150 milionë euro e ka marrë pikërisht nëpërmjet Gjobdaniës. Sepse ai ka kuptuar që qeveria shqiptare, domethënë Belinda Balluku me Edi Ramën e me shumë të tjerë, me Arben Ahmetën e më tash, kanë qenë maksimalisht të interesuar që Engjël Lukat mos ketë asnjë kokër lekun xhep. Sepse këtu futet edhe interesi tjetër akoma më i madh, ai al petrolit. Domethënë, një mori interesash kanë ndikuar drejt për drejt në veprime apo në mos veprime që mund të kenë çuar në vrasjen e Liritona Ademi. Unë kam këtu një foto, s'ka gjë se do t'ja u japi Altini ta fusi si insert. Dhe këtu është një foto e Bexhet Paçollit me në krah Naim Murselin dhe Liridon Ademin. Dhe këtu është shkruar vrasjen e Liridonës ma kërkoi burri i saj, që do të thot Naimi. Paçolli premtoi lirimin nga burgu. Pra ky po e konfirmon që e ka thënë ai në gjykat. Tani në radhë parë duhet t'i ndajmë çik gjërat dhe t'i qartësojmë që gjykata nuk e ka marrë vendimin. Domethënë këto fjalë deri në fund të gjykimit janë me pikë pyetje derisa të vendosë gjykata nëse janë të vërteta apo se janë të vërteta. Po për momentin le t'i marrim për të vërteta. Mos harroni që aty te ai Obori Ansor, si të thuash, i Ministrisë Financave, para 3-4 muajsh ne kemi bërë një intervistë. Një intervistë të gjatë dhe kemi thënë pikërisht, domethënë kam thënë unë, pikërisht që Liridona Ademi është vrarë pikërisht sepse ka lidhje me aktivitetin kriminal të Bexhet Paçollit. Se ndryshe Bexhet Paçolli për çfarë do të premtonte lirim të vrasësit? Çfarë arsye kishte? Vetëm me këtë rrjesh aty thotë. Ka që thot ai, nëse këto fjalë janë të vërteta? Ka konfirmuar atë që kemi thënë një parë 3-4 muaj edhe në më parë. Edhe më parë kemi thënë edhe. Ai ka konfirmuar edhe ca gjëra të tjera. Një që Prokuroria e Prishtinës ka ardhur këtu dhe ka marrë takim me Prokurorinë e Tiranës me Arend Çelën dhe në mendimin tim Arend Çela e ka mashtruar Prokurorinë e Prishtinës ose më saktë Leonard Filopati e ka mashtruar Prokurorinë. Një dhe e dyta, nëse këto fjalë janë të vërteta dhe gjykata i konfirmon deri në fund, do të thotë që shkaktari kryesor i vrasjes është pikërisht Leonard Filopati. Sepse Leonard Filopati ka zvarisur qëllimisht hetimin për të zbardhur, domethënë për të mos marrë në hetim Bexhet Paçollin dhe Belinda Ballukun, natyrisht edhe Theodori Çamin, dhe të tërë së bashku kanë shkaktuar këtë vrasje që normalisht nëse ngjarja do të ishte zbardhur në fakt që në 5 vjet shkuara, që kur e kishte hetimin Anisa Qelimi, prokurore, kjo ngjarje nuk do të ndodhte. Tani keni parasysh një gjë, për shkak të mosveprimeve të qëllimshme të prokurorisë dhe të policisë, që mendjen e kam të Gjobdania që të përfitojnë në çdo rast ata vetë të parët, dhe që drejtësia mos shkojë në vend, domethënë Engjëllit mos i jepet ajo që i takon, dhe si Engjëlli janë ndoshta qindra mijëra të tjerë shqiptar, e kupton? Dhe përveç kësaj të gjitha këto që ndodhin bien deme pas demesh në ekonominë shqiptare, në ndryrje nga të huajt, në copëzimin e terenit, domethënë marrje të tokave në jurisdiksionin e shtetit italian apo ku di unë, kur këtu na futet një Xherot Kash në një, më falni për shprehjen se s'dua ta them, një gjysmë psikopati që kërkon të vrasë gjysmën e botës për shkak të Izraelit, dhe ndodhin të gjitha këto. Po le ta mbyllim këtë çështje për të marrë me një gjë shumë të rëndësishme. Kjo tani po shkon drejt të zgjidhjes së një, se më kujtohet gjithmonë që ti thua vazhdimisht dhe ke theksuar pothuajse në çdo video që thua nuk ka dorëzim, nuk ka tërheqje pas. Asnjë nuk diskutohet fare ajo. Edhe që unë në mënyrë habitore, jo vetëm. Po as nuk diskutohet fare ajo, nuk ekziston që unë të tërhiqem. Sepse unë po ju them, unë jam 1 miliard% i bindur në ato që them dhe kam fakte, kam prova. Jo, po kur ishe gjithë kundër, kjo është ajo se si do. Po ata kundra, shikoj këtu, ata mundur që të realizohet, por mos harroni një gjë, ata kundër janë kundër vetes. Kundër vetes. Si janë kundër vetes. Do të zhbësh ato. Po nuk diskutohet. Zgjidhet kjo çështje e Bexhet Paçollit, Naimit dhe Liridonës. Çështja e Bexhet Paçollit është në duar të gjykatës së Prishtinës.
Mua nuk më kanë pyetur asnjëherë dhe nuk kanë marrë gjithçka që kam unë. Domethënë nuk kanë nevojë të më pyesin mua, ta le të marrin dosjen. Sepse dosja është komplet e manipuluar nga Leonard Filopati. Gjyqtarja ka pasur probleme të rënda para edhe pas atij gjykimi, që ajo nuk ka lejuar marrjen e provës me pretendimin se kërkesa i është bërë për thirrje telefonike keqdashse. Dhe brenda këtij kuadri ligjor nuk lejohet marrja, nuk ka arsye me fjalë që të merren të dhënat kompjuterike. Por kallëzimi im ka qenë për mashtrim kompjuterik. Mashtrim kompjuterik, sipas ne 143 fraksion B, është detyrimisht e lejushme që prokuroria të marrin provat dhe të shikojë nëse ka fajësi apo jo. Po, në këtë formë ku ka shkuar drejtësia, hetimet dhe çështja, po shkon në anën tuaj apo jo? Këtë dua të them. Po pas i diskutim. Pa diskutim. Pra me këtë që po shohim, publikohen edhe nëpër mediat e tjera. Shikoj, ju them një gjë që këta nga do që rrotullohen kafshojnë bishtin e vet si punë qenit dhe nga do që rrotullohen bëjnë vetëm gabime.